Kosova për shumë vite ende nuk po arrin t'u asigurojë qytetarëve gjën më të rëndësishme për ta, shëndetin. Ndërsa qytetarët vazhdojnë të paguajnë nga xhepi për një pjesë të madhe të shërbimeve mjekësore, mos funksionalizimi i fondit shëndetësor u ka kushtuar shtrenjtë financiarisht. Ish-ministri i Shëndetësisë, Ferit Agani, thotë se themelet e reformës shëndetësore janë vendosur në vitin 2011, kur kishte nisur hartimi i reformës së përgjithshme në sektorin shëndetësor. Unë si ministri i Shëndetësisë, kur e kam projektuar reformën e sistemit shëndetësor në vitin 2011 dhe kam punuar në zbatimin e asaj reforme me Bankën Botërore dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar, njërin prej 3 shtyllave kryesore të reformës e kam pas Fondin e Sigurimeve Shëndetësore. Shtylla e dytë ka qenë shërbimi spitalor klinik universitar i Kosovës, themelimi i tij, dhe shtylla e tretë, themelimi i odave të profesionistëve shëndetësor. Siç e dini, këto 2 shtyllat e fundit janë implementuar dhe janë në funksion. Kjo e odës me një sukses jashtëzakonisht madh, shërbimi spitalor klinik universitar i Kosovës ka ngel në procesin e zhvillimit e kapaciteteve të tij. Megjithse Fondi i Sigurimeve Shëndetësore u themeluar në vitin 2014, ai asnjëherë nuk arriti të ushtrojë funksionet për të cilat ishte krijuar. Sipas Aganit, problemi nuk qëndronte te mungesa e bazës ligjore. Ndërsa Fondi i Sigurimeve Shëndetësore, ai de facto vetëm është themeluar në bazë të ligjit për sigurime shëndetësore në vitin 2014, mirë po nuk i ka zhvilluar fare kapacitetet e tij të nevojshme të përcaktuara me ligj. Pse Fondi i Sigurimeve Shëndetësore nuk ka arritur që të funksionalizohet, nuk ka qenë mungesa e bazës ligjore. Baza ligjore është krijuar në vitin 2014 në Kuvendin e Kosovës. Mirë po problemi kryesor ka qenë se Qeveria e Kosovës, institucionet e Kosovës nuk e kanë pas përgatitjen e duhur për të zhvilluar gjitha kapacitetet dhe funksionet e Fondit të Sigurimeve Shëndetësore. Ai rëndit 3 faktorë kryesorë që sipas tij penguan funksionalizimin e fondit. Kanë qenë 3 parakushte, të cilat është dashur që të plotësohen për të mund që të funksionalizojnë në tërësi Fondin e Sigurimeve Shëndetësore dhe ato nuk kanë pas bëjnë vetëm me fondin si të tillë. Në një qeveria dhe qeverit të cilat kanë ardhur pas meje, pra në resorin e shëndetësisë, nuk kanë arritur që të zhvillojnë gjitha kapacitetet e fondit në aspektin e shëndrimit të tij në një blerje strategjik të shërbimeve shëndetësore nga institucionet shëndetësore në sektorin publik, veçanërisht dhe në sektorin privat. Ky ka qenë parakushti i parë. Parakushti i dytë nuk u arrit me u ndërtu në plotëni sistemi i informimit shëndetësor, i cili do të garantonte regjistrimin adekuat të shërbimeve dhe të mundësonte kontraktimin dhe pagesat, pra stimulimet ose pagesat financiare në bazë të rezultateve dhe performancës së institucioneve shëndetësore. Kena mujt me përcjell me siguri një komunikim të tillë ndërmjet fondit dhe institucioneve shëndetësore, si publike ashtu edhe private, dhe e treta, ofruesit publik të shërbimeve shëndetësore, në veçanti shërbimi spitalor klinik universitar i Kosovës, nuk ka arritur që të zhvillohet në një organizat, në një institucion shëndetësor me autonomi menaxheriale dhe financiare, e cila mund të hyjë në marrëdhënie kontraktuale me Fondin e Sigurimeve Shëndetësore dhe të realizojë të drejtat e saj në bazë të rezultateve dhe performancës. Mosvazhdimi i reformës pas vitit 2015, sipas ish-ministrit, ka prodhuar pasoja të rënda për qytetarët. Ai vlerëson se familjet kosovare kanë vazhduar të përballojnë barë të rëndë financiare për trajtimet mjekësore, ndërsa qytetarët janë privuar nga shërbimet shëndetësore për shkak të mungesës së mjeteve financiare. Unë kam thënë shumë herë se mosvazhdimi i reformës në vitin 2015 ka qenë njëri prej krimeve më të mëdha që është bërë qytetarët e Kosovës. Dëmet kanë qenë të jashtëzakonshme dhe si në atë aspektin financiar, ashtu edhe në aspektin social. Në aspektin financiar, qartë se familjet kanë qenë të ekspozuara situatave në cilat kanë pas harxime enorme. Dihet se Kosova është në shtetet në Europë me pagesat më të mëdha nga xhepi që bëjnë qytetarët. Pra, diku 38-40% e financimit të shëndetësisë, financimeve të përgjithshme të shëndetësisë paguhen drejt për drejt nga xhepi i qytetarëve. Kjo do të thotë se ata në rastin e shfrytëzimit të çdo shërbimi, është dashur që të paguajnë nga xhepi për barma, për shërbime,
është darë që të ballafaqohen me harxime enorme me rastin e ballafaqimit me smundje të rënda në familje, e veçanërisht kur është bërë fjalë për trajtime jashtë vendit. Pra, përveç këtij rreziku të madh financiar, si dëm i jashtëzakonshëm që është shkaktuar, e kemi pas edhe atë dëmin social. E kjo është pabarazia me rastin e shfrytëzimit të shërbimeve, sepse qytetarët që kanë pas të ardhurat, që kanë pas financim të mirë, ata kanë mund të sigurojnë shërbimet më shpejt, më lehtë dhe shërbime më cilësore, ndërsa qytetarët të cilët nuk kanë qenë gjendje të mirë ekonomike, shumë herë edhe kanë qenë situatë mos me shfrytëzu fare ato shërbime, me i vonu ato shërbime me lënë për më vonë, ose edhe mos me qenë situatë fare me i shfrytëzu. Pra, pabarazia sociale e paraqet një problem jashtëzakonisht të madh dhe një dëm të madh i cili është shkaktuar me mos funksionalizimin e fondit sigurimeve shëndetësore në këto 12 vite. Megjithëse mbështet çdo iniciativë për avancimin e sigurimeve shëndetësore, Agoni kritikon vendimin e fundit të qeverisë për themelimin e fondit, duke argumentuar se ai tashmë ekziston dhe nuk ka nevojë të rithemelohet por të funksionalizohet. Çdo lëvizje në drejtim të funksionalizimit të fondit sigurimeve shëndetësore mund të gjejë vetëm përkraje. Por kjo që është bërë, kjo është në drejtim të kundërt, mendoj se po shkon sepse është marrë një vendim për themelimin e fondit të sigurimit detyrueshëm të kujdesit shëndetësor, i cili fond ekziston që tani më 12 vite është themeluar, ajo është organizatë buxhetore prej vitit 2014. Dhe si i tillë ka strukturë organizative, ka personel, ka buxhet. Pra, është një institucion i cili ka ekzistuar, por problemi ka qenë te funksionalizimi i tij. Nuk ka qenë te themelimi i tij me ligj. Ajo është themeluar me ligj që në vitin 2014. Nuk kem nevojë për vendime me cilat themelojmë institucione veç të krijuara që janë në funksion jo të mirë që këto 12 vite. Ne kem nevojë për funksionalizimin e fondit sigurimeve shëndetësore dhe kjo bëhet në atë drejtim që të zhvillohen kapacitetet e fondit,